Në gjykatën e posaçme këtë të jetë nisi seanca paraprake për dosjen e njohur si Meta, që përfshin ish-presidentin Ilir Meta dhe ish-bashkëshortin e tij Monika Kuremadi, e cila akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, ishte e pranishme në seancë dhe do të shoqërojë Metën gjatë procesit. Seanca paraprake, të cilat vendosin nëse dosja të kaloj për gjykim apo jo, nuk do të zhvillohen në ditë të martë ose të mërkur. Arsyeja është angazhimi i Kuremadit si opinioniste në formatin televiziv Big Brother, një kërkesë e pranuar nga gjykatësia Irena Gjoka, e cila e konsideroi të arsyeshme dhe aprovoi ndryshimin e kalendarit. Gjykata ka vendosur të vërë në dispozicion ish-presidentit vetëm një pjesë të akteve, ndërsa Meta nuk ka kërkuar dokumente të plota për ato që SPAK pretendon se implikojnë drejt për drejt të hetuarin. Hetimet nga SPAK për këtë dosje përfunduan në 28 korrekt të vitit kaluar dhe përfshin 3 fusha kryesore: aferën Çes Diaz, lobimi i LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe hetimi pasuror. Dosja u depozitua për gjykim në fund të gushtit, duke hapur rrugën për vendimet e mëtejshme gjyqësore që pritet të ndikojnë drejt për drejt në ish-presidentin dhe ish-liderin e LSI-s.